50 objekte pa leje ndërtimi, të gjitha të ndërtuara në hapësira publike janë prishur ditën e sotme nga INUK gjatë një aksioni në qytetin e Maliqit. Të gjitha këto kanë qenë kryesisht objekte shërbimi që nga kioska deri tek shtesa pallatesh, që përdoreshin si lokale shërbimi, pjesa më e madhe e tyre përgjatë rrugës kryesore të këtij qyteti. Për kryetarin e bashkisë Gëzim Topçiu, prishja e tyre ka ardhur si rezultat i rikonstruksionit kësaj rruge kryesore, ndërkohë që ka hedhur poshtë zërat se gjatë këtij aksioni të ketë pasur prishje selektive. Prishja nga INUK nuk ka kursyer edhe një lokal shërbimi të Stilian Hazizllarit invalid, lokal të cilin punonin pjesëtar të familjes së tij. Nëna e Stilianit, Skënderia Hazizllari, nuk ishte kundër prishjes së lokalit, por nuk është ndjerë mirë gjithnjësi pasaj, kur ka parë të prishej nga njëra anë lokali i djalit të saj invalid dhe nga ana tjetër nuk kanë pësuar të njëjtin fat lokalet ngjitur me të. Të pakënaqur nga prishja e këtyre objekteve kanë mbetur edhe pronarë të tjerë lokalesh, edhe për atë sepse sipas tyre i kanë ndërtuara para më shumë se 20 vjetësh. Një invalidi i grupit parë, s'ka as dorë as këmbë, me karrocë. Është, ty nuk do ta prishim, të parën e prishim, mirë baj që prishim. Mirë baj të roje dirama, edhe neve bashkë. Po aman jo me anësi, të lera ta edhe prish invalidin e gjuna. A e kësha në aulizmi për të legalizuar. Do s'ka legalizuar? Akoma, kemi dhe në aty në proces ishim. Tani çfarë do bëj? Po çfarë do bëj tash? Po tash na i prishën çfarë do bëjmë? Që në 93 me kemi mbrojtur, na i do që pëdeja, na o që pëseja.